Po, edhe më e keqe në qoftë se juve nuk keni letrat, në qoftë se në ana e immigration. E kupton me immigration, në qoftë se ti ke një case kriminal si restraining order, ajo mundet të çojë ty prap në Shqipëri. Po, e kupton? kupton? Sidomos me këto ndryshimet e ICE-t që Po. po bën këto ndërhyrjet. Edhe Shqipëria ishte në atë listën nga the Trump administration. 72 shtetet e vend. Shqipëria edhe Kosovë më duket ishte të Kosova, gjyja. Malezi, Maqedonia, të gjithë janë. Të gjitha. So, në qoftë se ti ke një problem me gjyq nga këto gjëra që janë të domestike, nga familjare, për divorce, ajo mundet të çojë në immigration court. Tani ti do paguash mua, se unë jam avokate për divorcin, duhet të paguash edhe një avokat tjetër për kriminal gjë. Po, edhe duhet të marrësh edhe një tjetër avokat për immigration. Po, sepse në fakt është bërë dhe me në ligj tani, në qoftë se ke çështje penale, emigracioni mund të deportoj? Po. Mundet. Edhe disa herë njerëz vinë këtu me martesë se duan të vinë në Amerikë, edhe ajo është një gjë shumë e vështirë se në qoftë se ti nuk ke ato green card ose non-immigrant status, e kupton? Në qoftë se nuk e ke atë, ti mund të hikësh shumë shpejt. Tani ato po shikojnë shumë, e ke e vërtet atë martesën. Po, do ta diskutojmë edhe këtë ide, sepse ka ndodhur shpesh në fakt, un kam dëgjuar këtu që shqiptarët për efekt të mos i kthimit po bëjnë martesa fiktive. Po. Martesa fiktive me personazhe të ndryshëm kundrejt pagesave të caktuara dhe më pas po evidentohen që kanë bërë shkelje dhe përveç se deportohen, po shkojnë edhe ndjekje penale. Po. Shpesh ka reaguar edhe Departamenti i Shtetit për këtë çështje. Është shumë e rrezikshme edhe po bëhet më shumë tani me këtë Trump administration edhe me ICE. Unë nuk e di si do shkoj puna, po nuk është mirë dhe nuk do jetë mirë. So, në qoftë se ti e deportuar, ti nuk mund të vish prap. Ato kanë atë, e ke rregulla që për sa vites vjen dot. Po, nuk mund të vish prap. So, në qoftë se edhe tani shumë njerëz po bëjnë me kujdes se është shumë e vështirë të gjithë të shikojnë këtu edhe në qoftë se ti mund të jesh në një gjë që është e vogël, si këto restraining orders që janë tipike për divorcet, disa herë ato jap gjyqi të jep restraining order edhe nuk është e vërtet, është pas një gjë, po ai gjyq nuk ka qejf të